zbulim shumë të rëndësishëm i cili ndoshta mund të ndryshoj një herë për gjithmonë mënyrën se si kurohet kanceri i stomakut. Një zhvillim i ri shkencor i cili po sjell shpresa të reja në luftën kundër kancerit të stomakut duke synuar bakterin Helicobacter pylori, një nga faktorët kryesor të rrezikut për këtë sëmundje. Një bakteri i cili mund të merret përmes ushqimit, përmes ujit, përmes formave të ndryshme, është i zakonshëm të përhapet tek njerëzit, por është po aq i rrezikshëm sepse mbetet një nga faktorët kryesor që mund të sjellë risk të shtuar për zhvillimin e kancerit të stomakut. Sipas një studimi të publikuar në revistën Nature Microbiology, studiues nga Universiteti Teknik i Munihut kanë modifikuar antibiotikun e njohur metronidazol, duke krijuar variante shumë më efektive. Testet laboratorike dhe ato të kafshët tregojnë se këto versione të reja janë deri në 60 herë më të fuqishme duke eliminuar bakterin me doza më të ulta. Pra, nuk ka nevojë për antibiotik të shtuar në sasi. Mjaft të ndryshohet efikasiteti i këtyre antibiotikëve në mënyrë që të mund të jenë më efektive në mënyrën se si i luftojnë këto baktere. Helicobacter pylori mund të qëndrojë për vite në organizëm pa shfaqur simptoma, por me kalimin e kohës mund të shkaktojë inflamacion, ulcera dhe të rrisë rrezikun për kancer gastrik. Një sfidë e madhe mbetet rezistenca në rritje ndaj antibiotikëve ekzistues. Këtë kemi ndjekur të shpjeguar edhe përmes një studimi që përmes antibiotikëve dikur kuroheshin sëmundje të caktuara apo gjendje shëndetësore të caktuara, ndërkohë që tashmë antibiotikët kanë humbur rezistencën. Pse ndodh kjo? Sepse për gjëra fare të vogla, njerëzit përdorin antibiotik dhe kjo i bën ata që të jenë më pak efikas në mënyrën se si trajtojnë sëmundje të ndryshme. Kështu që këto janë ndikimet e këtyre situatave të cilat duhet të jenë në qendër të vëmendjes për shkak se kanë të bëjnë me shëndetin. Sipas studiuesve, forma e përditësuar e metronidazolit vepron duke rritur stresin oksidativ dhe duke goditur më saktë mekanizmat mbrojtës të bakterit. Në testime, ajo rezultoi efektive edhe ndaj formave rezistente, pa rritur toksicitetin për qelizat njerëzore dhe me ndikim më të kufizuar në mikrobiotën e zorëve. Pra, një zhvillim pozitiv të cilin presim ta shohim se si do të vijojë. A do të mbetet thjesht një plan për të ardhmen, apo do të jetë diçka e cila do të vendoset në praktike dhe do t'i shërbejë të gjithëve.